që duan të shijojnë jetën, plot pasion, që janë shumë të mirë me ne. Për shembull kur jemi para portës, hapin portën, komunikojmë me njerëz të panjohur, janë shumë të paqët, kanë shumë dëshirë të bashkëbisedojnë, kanë një komunikim të mrekullueshëm. Por, kur jemi në frekuencë të ulët, ndodh që tërheqim njerëz me frekuencë të ulët, që janë të inatosur. Për shembull kur je në rrugë dhe përplasësh shpatull me shpatull dhe nuk të kërkojnë falje, kur je te kasieri, do të paguash, kasieri është i inatosur, i mërzitur, nuk ka qetësi, pra nuk vibrojnë në të njëjtën energji të lartë. Pra, kur ne jemi në frekuencë të ulët, energjia jonë reflekton frikën, pasigurinë, ndjenjën që nuk je i mbrojtur, mungesë, dhe ndihemi të pambrojtur. Frika është shumë e madhe. Pikërisht këto janë momente kur ne tërheqim njerëz që vibrojnë me frekuencë të ulët. Këta njerëz kanë emocione të larta, por ti në ato momente energjia jote është në frekuencë të ulët dhe ti pikërisht atë tërheq, sepse është për të pasqyruar për të kuptuar çfarë ti po shikon, çfarë ke brenda. Po kur ne jemi në energji të lartë, ndryshon gjithçka. Ne kemi një energji të lartë, energjia jonë është magnet për të tërhequr njerëz të butë, të dashur, dëshirë për të shijuar, pra çdo gjë shikojnë dritë. Çdo gjë shikojnë dritë. Pra janë shumë të ëmbël, janë shumë të dashur, shumë të sjellshëm, dhe të duket sikur ti atë person e njeh prej shumë vitesh. Pra, ajo që është brenda nesh është ajo që jeton jashtë. Ndaj, kur ne shikojmë përballë nesh një person që ka një frekuencë të ulët, është pikërisht një emocion brenda nesh që ka nevojë për të çliruar. Pra, ai është pasqyrimi i gjendjes tonë të brendshme. Dhe nuk e gjykojmë këtë person, sepse themi ky është emocion që duhet të çlirohet brenda trupit tim. Dhe vendosim, e pranojmë me dashuri dhe e lirojmë, e çlirojmë dhe integrojmë emocionin e ri.